Si shihet sot situata është më qetë dhe kemi edhe ndërprerje, mund ta themi, të rreshjeve të shiut dhe edhe gjatë natës kanë qenë me intensitet të ulët, duke ndikuar pozitivisht në këtë drejtim. Gjithsesi, situata po mbahet në monitorim të vazhdueshëm nga strukturat e mbrojtjes civile në koordinimin e institucionit të prefektit. Në zonën e Kurbinit janë dislokuar edhe forcat e ushtrisë me disa mjete të rënda, por edhe mjete lundruese për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve të cilët kanë të pamundur për televizor për shkak të prezencës së madhe të ujit, e cila në disa zona ka arritur deri në 50 cm, sidomos gjatë mbrëmjes së kaluar, pasi Kurbini, pra si përmenda, ka qenë mjaft problematik në këtë drejtim, pasi sasia e rreshjeve dhe dalja e përrenjve dhe lumenive ka krijuar pra problematika mjaft të mëdha. Duke i referuar parashikime, pritet që të ketë rreshje shiu edhe gjatë ditës së sotme dhe normalisht gatishmëria e strukturave është maksimale, ndërkohë që vëmendja është përqendruar edhe tek funksionimi i hidrovoreve, ku sipas të dhënave hidrovoret kryesor të ishull Shëngjinit, të Talës, por edhe hidrovori në zonën e Kurbinit ka funksionuar gjatë gjithë kohës, duke ndihmuar në evadimin e shpejtë të ujrave, pasi fatmirësisht nuk ka munguar energjia elektrike, sidomos pra në këtë objekt të rëndësisë së veçantë, mund ta themi, për të bërë evadimin e ujrave, dhe mund të themi se në qarkun e Lezhës, pavarësisht atyre problematikave të një dite më parë, situata është më qetë gjatë ditës së sotme dhe normalisht dëmet janë të mëdha, sidomos në zonën e Kurbinit, ku ka patur edhe prezencë ujë në banesa dhe biznes, dhe me largimin e ujit do të nisë edhe përdogaditja e dëmeve të shkaktuara, pasi kjo është një përmbytje e përsëritur në një harkohor mjaft të shkurtër, pasi edhe gjatë muajt nëntor kemi patur situata të kësaj natyre edhe në Lezhë, edhe në Kurbin, ndërsa më të goditra kanë qenë sektori i bujqësisë dhe blegtorisë, ashtu edhe si kjo përmbytje e cila ndodhi pikërisht ditën e djeshme dhe ka patur pra probleme më të mëdha, pasi edhe sipërfaqja dhe zonat e prekura janë të konsiderueshme si në Lezhë ashtu dhe në Kurbin, ndërkohë që normalisht tashmë fermerët dhe blegtorët po përballen me një situatë të vështirë për shkak të prezencës së ujit në tokat e tyre, duke dëmtuar edhe bazën ushqimore për bagetit, dhe ndoshta në këtë drejtim pritet që të ketë edhe ndihma nga ana e strukturave të mbrojtjes civile për të ofruar bazë ushqimore për bagetit, për sa kohë tokat do të jenë të përmbytura, por edhe ambientet përreth banesave të qytetarëve, pasi siç dihet në fshat shumë familje kanë të lidhur jetesën pikërisht me këtë sektor dhe është mjaft imediate për t'u ardhur në ndihmë për që mos mungoj baza ushqimore, pavarësisht se kemi patur dëm edhe në Gjën e Gjallë, paktën duke i referuar raportimeve të ditës së djeshme, në zonën e Kurbinit kemi patur edhe ngordhje të gjedheve apo edhe të baktive të tjera për shkak të prezencës së ujit, dhe ndoshta institucionet përgjegjëse do t'i verifikojnë këtë dëme dhe për t'i kompensuar këta qytetarë për dhe këta fermerë që kanë patur pra humbje në Gjën e Gjallë. Kjo është situata pak a shumë në qarkun e Lezhës gjatë ditës së sotme, dhe për më tepër detajet do të njohim edhe përmes edicioneve informative në Star Plus Televizion. Visi, të falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ishim me gazetarin tonë Elvis Hila për një pasqyrë më të detajuar nga situata e përmbytjeve në Lezhë.